Mirëmëngjesi goca, mirëmëngjesi. Mirë se keni ardhur në vlogmas numër 7 këtu te kanali im. Dita jonë si gjithmonë nis shumë herët, neve tani ora është 10 në fakt, por ka nis herët në kuptimin që jemi zgjuar herët me Zojnë. Por ne tani po dalim dhe do shikojmë se çfarë do bëjmë. Do shkojmë një herë tek një magazin që ka gjëra të përdorura të reja, varet se ç'a mund gjesh aty. Po është shumë e madhe, do ju marr me vete. Ka shumë llojshmëri gjërash, domethënë jo vetëm veshje. Ka vegla për punë, për burra, këdiun enguzhinë, shumë gjëra. Rroba si quhet Halen Tredel, diçka e tillë. Edhe do shkojmë në supermarket, do marrim peshk, kështu që kemi çik punë sot. Erdhëm më goca, kështu quhet, e kisha thënë mirë. Halen Tredel. Në jemi brenda, apo jo Zoj? Shkoni pak sa e madhe që është. Edhe vazhdon. Ha? Vazhdon Andrej. Se lezeqme ajo. Shkoj qa ore. Tani jemi këtu te ky dyqani i peshkut. Unë ndërkohë jam duke i dhënë gjizoj. Ti mami qiqin. Kjo los. Edhe është futur Iliri brenda për të bler peshkun, se unë nuk po dal, meqense po ja pak gjizojit. Edhe aty vjen shumë era peshk. Ja t'ua tregoj se si është. Ja ku është ky dyqani, këtu ka vetëm gjëra deti, do me thënë që vinë të freskëta, janë të mira, do me thënë, jo nga ato të marketit. Është vetëm me fruta, me gjëra deti këtu. Ili peshku. Mi bëni gjithë më 17 euro. Ato, kërkaleci. Po mirë. Peshku në more? Sa more? Po. Hej goca, përshëndetje. Kemi ardhur në shtëpi. Le ta ul pak të kamerën, se duket sikur e kam ngritur shumë. Apo mirë është, prej ta ul pak, pis ta tregoj këto gjërat. Mos i vini re ato aty se duhen hedhur, se kështu është këtu në Gjermani kur i ndan flerat. Mos i vini re. Tani, ne erdhëm në shtëpi edhe atje te se kam lënë këto të Zojit këtu, siç e ushqeva, edhe kam vënë në gjumë. Tani, ka dhe rëmuj shpia. Okej, ishim tek tregu, tek gjërat e përdorura, edhe atje nuk gjetëm asnjë gjë. Nuk është se kishte edhe një zbukurim që thua që ta merja te pema, se zbukurimet e tjera unë nuk ve dot, sepse Zoj nuk i le. Edhe pemën shqyr nga që kam postu këtej nga dhoma tjetër, ajo nuk para vjen edhe nuk e luan. Gjithsesi, nuk gjetëm gjë me pak fjalë atje. Shkuam pastaj, morëm peshk. Shkuam tek peshku dhe kemi marrë peshk edhe kërkaleca. Unë se di tani që lloj peshku është ky, se nuk i njoh shumë me thënë drejtën, por është i mirë. 27 sa i lirë, jo, 23 dhe 7, 21 euro kam bërë këto dhe peshku, 4 copë këtu, kemi marrë, janë të freskët, janë kështu, janë të freskët. Edhe këto kërkalecat, po t'i bëj, nesër ndoshta kërkalecat shoh mirë. Edhe peshku është ky kështu, se nuk dua t'i bëj durët pis, ja, edhe peshku, dhe ky është shumë i freskët.
Ky është i pastruar, vetëm më duhet që ti heq ato luspat, edhe ato si bishta. Keni parasysh bishtin t'ja presesh ose ato të kurrizi këto. Ti shpërlaj pak durët, edhe këto morëm tek peshku. Do me thënë 21 euro, vetëm ato. Pastaj shkuam në supermarket dhe në supermarket kemi marrë, se kam këtu faturat, kemi harxhu goxha lek sot. Në supermarket 33 euro, që kemi marrë ne me 33 euro, do thoni juve, ja tu e tregoj unë tani. Një këshu nga këto për pastrimin e kalkate dhe këto, një si kjo, limon, mandarina, se unë më shumë i mora për Zojnë, se Zoj ka shumë qef mandarinat, nga që janë dhe tëndla, qep, mora një krem pistakjo, se di, mora njërë ta kam qef që një ditë të bëj një këshu, një tiramisu, po ta bëj me krem pistakjo, unë kur nuk kam bërë tiramisu, do jetë eksperiencë parë kemi, kështu që të shofim tani kur të mbushet mendja, se edhe nuk e bëj. Mora 2 kefir, edhe kam marrë edhe 3 qumësh, i kam këtu, nuk po i nxjerr. Tjetër që kemi marrë, mora një buk tosti, kemi marrë një buk tosti, një nga këto që janë për të pastruar syzet e mia. Tjetër, prisni se kemi dhe gjëra tjera tu, por të ja tregoj me radhë, që ka shtyp kjo buka. Një buk nga kjo e vogla, një salat, kështu, marrë si kjo salata, nuk e di, e ka më të letë për ta gatuar këtë, edhe për ta larë, për ta pastruar, është më e letë. Kemi marrë 2 prosciutta, banane, që ka marrë tjetër, kemi marrë, kishte disa qënimet që e leverdisni, më thënë, nga këto domatet, ishin me oferta dhe këto, sepse me këto domatet e vogla, mendoj që do bëj ato, që quhen, karkalecat, nuk e di ato t'i bëj me makarona, ose unë i gatuaj edhe vetëm karkaleca me erza, me domate, dalin qatë hash. Edhe a i langu, pastaj Iliri e ka qef, e lirë me buk, ka marrë kumbullat vogla, dhe tjetër gjë, i ka marrë këto thjerëzat e kuqe, dhe një mjalt. Ky, ndoshta, këtë di unë, do thoni ju, e dim që s'ka si mjalti bio, po këta sa për këshu. Hajtë, sa për shijet, themi. Por nuk është i keq, me thënë drejtën. Unë ne këta e përdori me Ilirin, për shembull, kur jemi smur, shikojmë që jemi të blokuar, Iliri, me ujë të ngrohtë, limon, mjalt, ke qef. S'ke nevoj as për çaj, sinqerisht, ua këshilloj. S'ke nevoj as për çaj, as për gjë. Kur bën çaj mund t'ja hedhësh, por kur e bën vetëm me limon, me ujë, hedh dhe mjalt, është nona. Tani, ishim edhe tek turku, që kemi marrë. Te turku, këtu kemi mish qingji, s'po e hap, 62,27 €, ka bërë vetëm kjo. Këtu kemi krah, 8,09 €. Këtu ka marrë edhe kock këmbë, sepse do t'i zjej edhe për ta përdor langun për ushqim kur i bëj Zojit. 5,97 €. Dhe ka marrë po ashtu dhe mish 15,85 € për gjell, që është pa kocka, pa asgjë, që është thjesht mish për gjell, kur gatuaj që bëj gjell, apo një supë kështu që bëhet me mish të mirë, do me thënë me mish të kuq, mish viçi qashaj. Mora dhe një ftua, nuk e di se si do jenë pjekur apo jo, por hajta është pa e marrë. Këto të turku kam bërë 93 e pak, diçka e tillë. Dhe ja, ikën, do me thënë 94 €. Edhe 33 i bie, tani matematika ime. 33 dhe 94 themi i bie 100 €, plus
20 euro, 21 euro tek peshku, në me thënë 150-160 euro, se nuk po i llogaris tani. Këto ishin blerjet. Tani, unë me qenë se kam zojë në gjumë, do të i sistemoj këto, do fus këto gjërat që jam është të futur në përvende, mishin duhet ta ndaj, ta bëj copat vogla dhe ta fus në qeset e vogla që ta kem gati, e ndajun, aj sa përdor për shembull për gjellën, e ndaj qese që mos të rrit shkri gjithë mishin. Ashtu e bëj zakonisht edhe për mishin që e përdorin për pjekje, për shembull që mund ta fusim me perime ose vetëm kështu pa perime, e ndaj edhe atë, edhe këtë që gatuaj për gjellë, po ashtu edhe krahët do t'i ndaj, sa krah, për shembull nga 2 krah, 4 krah, i fus në qeset vogla, edhe pastaj duhet që të pastroj peshkun, se s'kemi ngrënë. Tani dreka darka, nuk e di unë, do hajmë bashk, të shohim tani. Dark pëse mund të ham në një frut në një gjë, por do bëj peshkun dhe aty janë 4 copë, unë do pastroj 2 njëherë, t'i fus ato, pastaj 2 tjerat për javës tjetër, kur t'i gatuaj, do me thënë. Okej, duhet të merrem t'i fus këto tani. Peshkun e pastrova, e lava, edhe tani jam duke qëruar pak patate, me qenë se Iliri tha nuk e do në furrë me perime. Në fakt ne nuk është se pëlqejmë shumë kështu në furrë peshkun me perime, nuk e di pse, s'na pëlqen shumë ajo shija që nejse, më shumë na pëlqen që ta bëjmë të pjekur pa asnjë gjë, e sidomos në air fryer, nuk e di, del super i mirë. Nuk e di a e keni bërë jo, por neve na pëlqen shumë. Por për mos ta lënë vetëm kaq thatë, do me thënë, edhe patatet nuk është se lëshojnë ndonjë lang të veçantë apo ku e di unë që t'i prishet shija peshkut. Përkundrazi në këtë rast patatet do marrin shijen e peshkut. Edhe unë po pastroj, po qëroj disa patate, edhe do t'i fus aty, rreth e përqark peshkut, shumë pak. Do i hedhim, unë nuk është se i hedh shumë as erza, unë i hedh vetëm krip edhe limon peshkut, nuk e di, dua që ta ketë atë shijen tamam, vetëm shijen e peshkut, pa i shtu erza e gjëra kështu. Edhe vetëm limon që ta bëj pak më të shishëm, ose mund t'ja hedhësh edhe mas, por unë ja fus aty brenda. Edhe kjo do jetë drekat, shikoj, në fakt do jetë bëj edhe ndonjë sallat, por e di që Iliri nuk ha, se ai sidomos kur ha peshk apo mish, nuk është se do shumë kështu ta shoqëroj me diçka tjetër, se thot dua të ndjej vetëm shijen e peshkut, vetëm shijen e asaj gjës kryesore që unë po ha. Patatet, okej, se patatet janë një çik më ndryshe. Kështu që unë nuk po bëj sallat, ham vetëm këto, edhe do jemi super, okej, pastaj. Tani duhet me i fut këtu te air fryeri, po duhet të nxjerr edhe limonin, nxjerr edhe limonat. Nuk e di, kam shumë nuk e di nëse edhe ju mani shumë limona sa mbaj unë në shtëpi. Dhe unë e lyej shumë me limon. Tani edhe shumë fare jo, por e lyej disa me. Tani, çështja është këtu që unë do i fus fare, se unë e kam me 2 kate këtë air fryerin tim, e keni parë, do i fus fare 2 poshtë. Do ja hiq fare këtë, apo kam hatë se do më gjisi.
kam frikë se do më gjisi, do ja ngjisa të letrën. Do ja vë letrën se kam frikë se më gjitë te kjo. Edhe më mirë t'ja vë letrën për siguri. Po thash, mos ndoshta bëhet më mirë. Por jo, nuk bëhet më mirë sepse unë do t'i hedh edhe limon edhe dua që limoni të paktën të rri këtu te letra, kështu që e di që është aty. Ja, ku e kemi peshkun, kështu siç është, do ta fus komplet këtu brenda, një këtu. Tani do marr kripën, limonin, e kam këtu, ta presim dhe limonin në gjysëm. Kam pak ky këtu, por do pres edhe këtë tjetrin, se ta bëj mirë. Okej. Marr edhe kripën që ta kem aty. Okej, kripa këtu. Patatet në fund. Tani, do ta lyj një herë me limon, se nëse e lyj në fillim me krip, do t'i hiqet kripa. Kështu që më mirë, e lyjem një herë me limon, nga lartë dhe nga brenda. Unë nuk e heq kokën e peshkut. E di pse e them këtë se ka disa që mund ta heqin, por unë nuk e heq. Okej, kjo nuk është se kishte shumë. Shumë pak kishte. Okej. E kthejmë peshkun në ana tjetër. Do thoni jo, po ne pse s'dim ne të bëjmë që po na e tregon ti. Unë tregoj mënyrën time dhe neve kështu na pëlqen shumë. Më përpara, unë e bëj jo më përpara, ndonjëherë bëj edhe të mbledhur me letër alumini, edhe ashtu del shumë super e mirë. Por e ngjit ajo, edhe kështu që e kemi lënë. Tani vazhdoj me kripën. Kështu edhe kripa ngjitet më mirë. Edhe brenda e kthejmë edhe nga ana tjetër. Okej. Kështu. Tani fusim edhe patatet, s'ka gjë, patatet do marrin edhe pak limon aty, por nuk ka problem. Patatet I kam duart me limon janë, nuk ka asnjë gjë. Thjesht do t'i pres një herë në mes këto të voglat, nuk ka ndonjë gjë. Edhe këtë tjetrën, kështu një herë në mes. Do t'i lë që kështu të mëdhaja, se nuk kam nga ato patatet e vogla fare mbaruan. Se ato janë më të mira, kur I pret në mes dhe bëhen super të mira. Okej, ja. Ky peshku, këtu me këto patatet është okej. Tjetë edhe pak fare krip këtyre patateve unë. Osa e dua kripën, e dua shumë kripën. Kështu goca, prisni. Dua tregoj. Prisni. Ja ku është, do thoni ju, nuk duket aq bukur, apo këtë di unë ndoshta mungojnë shumë gjëra. Unë ua tregova që ne kaq e preferojmë. Tani do bëj edhe tjetrin, edhe do t'i fusim për t'i pjekur pastaj. Atëherë, siç e pat, unë nuk I hodha, se po rregulloj pak të kamerën, nejse. Nuk I hodha vaj, sepse kjo është qëllimi dhe air fryer, që mos përdorin shumë vaj. Marrim peshkun tjetër dhe fusim. Zakonisht kur gatuaj me air fryer, nuk e përdor fare vajin, fare. Edhe kjo gjë është shumë gjë e mirë. Vetëm nëse ndodh që bëj patate si të skuqura, që I bën sa të mira, atëherë mund t'i hedh pak patateve. Kur I bëj si të skuqura, se nëse I bëj thjesht kështu të pjekura, pa që t'i ha ashtu si të pjekura, bëhen ato si të zjera dhe ashtu bën shumë të mira, atëherë nuk I hedh as aty. Nuk I hedh krip. Ky air fryeri më ka shpëtuar jetën goca, unë se di sa e përdorni juve, por sinqerisht ndoshta sepse ne jemi shumë njerëz edhe vetëm unë me Ilirin, kështu që kur shmereshe me sobën, 1 orë duke pastru sobën, o Zoti I madh. Edhe është më praktike. Okej, hedhim këtë.
lahet shumë kollaj, edhe i bën gjërat goxha të shijshme dhe të shëndetshme. Hedhim lim këtë kripën tani. Ne çdo të shtunë kemi këtë peshkun. Edhe pse kemi 2 të shtuna më duket, a 1 të shtunë, nuk e di si jam shumë e sigurt që nuk kemi marr peshk, sepse Iliri ka qenë në punë edhe s'kemi marr peshk, me thënë drejtën. Por sot vajtëm, me qenë se ishte në shtëpi. Do të marr dhe një patate, sepse kjo pak ka. Ta marr edhe një kokër. Unë i kam shumë qef patatet. Ta marrim edhe një kokër. Që në kam bërë këto dyja që këshu, hajte më t'i përdorim. Edhe pse unë nuk e di, por kur të rritet edhe Zoi dhe pak që të filloj të haj më mirë ushqim, që të haj vetë, që të kërkoj ushqim, ndoshta atëherë do konsumojmë, se me sa kam vënë re fëmijët i pëlqejnë shumë patatet e skuqura. Unë nuk është se i përdorim shumë ne, me thënë drejtën, ja, ne patatet i përdorim kur bëj gjell, ose ja, kur shoqëroj mishin që ja fus aty, ose peshkun. Nuk e di si do jetë kur ta shozoj. Por të paktën kam airfryerin, sepse thash, nuk do t'i bëj me vaj, me shumë yndyrë, dhe kjo gjë është gjë e mirë, normalisht. Ja, ta fusim këtë. O, Zot, inshallah nuk më çohet me Zoi, se harrova t'ju tregoja goca. Zoin tani ndreke kam vendosur pa çuçin, kam vendosur që edhe pse ka 2 muaj, a 3 muaj, diçka e tillë, që unë ditën nuk po ja mbaj me çuçin Zoi, ditën flas në kuptimin që gjatë ditës, jo kur është në gjumë, nuk ja kam mbajtur me çuçin, se doja që mos t'ja hiqja, domethënë, t'ja heq fare, edhe sot në dreke kam vënë pa çuçin fare në gjumë, se nuk e di, po shkon një vjet që kështu që duhet me ja heq fare. Dua ta bëj dhe natën, po është çike vështirë për natën, se ajo sa e ze gjumi që pi gjoks, pi domethënë gji, e kërkon kështu me duar, e keni parasysh do ta fusi, do të ketë diçka në gojë. Por do mundohem që paktën të filloj t'ja heq gjatë ditës, dhe pastaj i hodha një krip tomat patateve? Jo. Dhe pastaj shikojmë gjatë natës kështu. Edhe këto u bën, tani unë do ta fus për ta pjekur dhe në fund do t'u tregoj se si jam bërë.